Gjërat e çuditshme mund të gjenden në fund të çdo kanali. Njerëzit aksidentalisht u bien objekte nga varkat e tyre ose me vetëdije hedhin gjëra në ujë. Por ajo që kjo kompani drenazhi gjeti kur kolloi këtë kanal pas 15 vitesh është vërtet e paimagjinueshme. Nuk kam përjetuar kurrë diçka të tillë në jetën time, tha një nga punojësit e drenazhimit. I merakosur se çfarë gjetëm. Atëherë, mos hezito dhe vazhdo të lexosh. Për burrat e kompanisë së drenazhimit, dita filloi si çdo ditë tjetër. Ata duhet të kullonin një kanal dhe më pas ta pastronin. Meqense e kishin bërë këtë qindra herë më parë, e dinin se mund të gjenin gjëra të çuditshme. Njerëzit hidhnin gjërat më të çuditshme në ujë. Një herë gjeta edhe proteza dhëmbësh, që ishin një nga punojësit. Por asnjë nga burrat nuk ishte i përgatitur për objektin që do të gjenin atë ditë në kanalin e kulluar. Kjo ishte tepër e çmendur edhe për mua, tha punojësi. Grupi filloi punën në heshtja të mëngjes. Kishte mbetur vetëm një shtresë e holl uji në kanal, kështu që nuk kishte shumë punë kullimi për të bërë. Duket si një punë rutinë, por asnjë nga burrat nuk mund ta kishte parashikuar se kjo punë do të përfundonte kaq të çuditshëm. Ende të përgjumur, burrat shikonin ndërsa uji i fundit kullohej nga kanali. Kanali u kullua dhe tani mund të fillonte puna e vërtetë. Ata zbritën me kujdes dhe filluan të pastronin kanalin. Çfarë rrëmuje? Kishte shumë bicikleta të ndryshkura, shishe bosh dhe rroba gjysmë të kalbura në baltë. Por pastaj, një burr papritmas u pengua në diçka shumë të veçantë. Kishte një rrotë që dilte mbi shtresën e trashë të baltës. Punojësi e tërhoqi për të parë më nga afër, por sa po arriti të nxirrte objektin nga balta u trondit nga ajo që gjeti. Ai thirrri një nga kolegët e tij. Nuk e dija çfarë po shija, tha kolegu më vonë për shtypin. Atje, në baltë, ishte një karrocë fëmijësh e vjetër. Gjendja e karrocës tregonte se kishte qenë në fund të kanalit për vite me radhë, por ende kishte rroba dhe lodra fëmijësh në të. A mund të ketë qenë një fëmijë i vogël këtu në fund të kanalit? Pas orëve të kërkimit, ata nuk gjetën asnjë gjurmë të fëmijës që kishte qenë në karrocë. Por çfarë mund të ketë ndodhur? Pse dikush do të hidhte diçka të tillë? Ajo që punojësit e drenazhimit nuk e dinin atëherë, është se pas kësaj karroce të braktisur fshihen një histori shumë e veçantë. Dy punojësit e drenazhimit ekzaminuan karrocën me kujdes. Ata shikuan në një stëg dhe në çantën e fëmijës, ndoshta mund të gjenin diçka për të zbuluar identitetin e pronarit të mëparshëm, por sigurisht kishte pak shanse për këtë. Karroca duke se kishte qenë në kanal për vite me radhë, por pastaj një nga punojësit zbuloi diçka. Ai gjeti një etiketë të vogël të qepur në anë të karrocës. Kishte diçka mbi të që mund t'i afronte një hap më pranë pronarit të mëparshëm. Ata shpejt shpëlan etiketën dhe në të vërtetë, etiketa kishte një emër dhe një adresë të shkruar. E njoh këtë adresë, kalojmë pranë saj çdo ditë kur kthehemi në shtëpi, tha një nga punojësit. Dy burrat vendosën të shkonin menjëherë në adresën e etiketës pas punës, por kur të arrinin atje, do të përballeshin me një surprizë të pakëndshme. Kur turni i tyre mbaroi, punojësi Tim dhe Bob vendosën të çonin karrocën në adresën që ishte në etiketë. Nuk ishte larg kanalit, kështu që mund të ecnin lehtësisht atje. Kur anë ziles, një ndjenjë emocioni kaploi. Kur më parë nuk ishin gjetur një karrocë në një kanal. Duhet të kishte një histori të veçantë, pastaj ishin të sigurt për këtë. Kur dera u hap ngadalë me një kërcitje, një fytyrë gruaje u shfaq në hapje. Po, çfarë doni? Pyeti gruaja me dyshim. Kur punojësit e pyetën nëse ajo ishte gruaja nga etiketa, sytë e saj u zmadhuan. Gruaja qartësisht u friksua nga ajo pyetje. Jo, nuk jam unë dhe nuk kam asnjë lidhje me atë grua, tha gruaja me një ton të zëmëruar, përpara se të mbyllte derën me forcë para fytyrave të tyre. Të habitur dhe të hutuar nga ky reagim armiqësor, burrat u larguan, por karroca vazhdoi të dominonte mendimet e tyre. Asnjëri prej tyre nuk mundi të flinte atë natë. Prandaj vendosën të fillonin një hetim të mëtejshëm të nesërmen. Pyetën në lagje nëse kishte dikush që njinte gruan në etiketë, por orët kaluan dhe askush nuk dukej se kishte dëgjuar për këtë grua misterioze. Derisa papritmas u ndaluan nga një pastre që rrinte përgjatë rrugës duke lypur para. E di për kë po flisni, filloi i pastreu për një tarif të vogël do t'ju tregoj. Vazhdoi ai me një buzëqeshje në fytyrën e tij pothuajse pa dhëm. Dy punojësit e shikuan të pastreun me dyshim. Ai dukej sikur do të bënte çdo gjë për disa para, por meqense ai ishte i vetmi që mund t'u jepte ndonjë të dhënë për gruan, vendosën të vazhdonin me të gjithsesi.
Tim zori një 10 nga xhepi dhe ja dha të pastrehut dhe ai u tregoi çiftit saktësisht atë që donin të dëgjonin. Gruaja që u mbylli derën në fytyrë ishte kushërira e saj. Ajo dhe tezja e saj urrejnë njëra tjetrën pas asaj që i kishte ndodhur gruas së gjor. Tezja e saj nuk mund të bënte asgjë për këtë, por kjo e largoi të gjithë familjen. Çfarë nuk mund të bënte ajo? Pse largoi familjen e saj? Informacioni më i rëndësishëm ende nuk ishte ardhur sepse burri e dinte saktësisht kush ishte tezja e saj dhe gjithashtu ku mund ta gjenin. Një 10 që e shpenzuar mirë, sepse i çoi saktësisht te vendodhja gruas së gjor. Ajo që gjeten atje ishte tronditse. Gruaja në etiket nuk ishte një adresë të re. Ajo jetonte në rrugë. Burrat ishin aq të tronditur nga ky informacion sa dyshuan nëse ende donin të dëgjonin historinë pas karrocës. Në fund të fundit, çfarë mund t'i ketë ndodhur një nënë të re që papritmas të përfundojë në rrugë, apo lypte për të mbijetuar? Pavarësisht sa e dhimbshme mund të ishte historia, Tim dhe Bob vendosën të vizitonin gruan gjithsesi. Ndoshta mund të bënin diçka për të. Kur mbërritën në vendin ku po qëndronte gruaja, gjetën një kasoll të vogël të bërë nga mbeturina. Nuk kishte derë, kështu që Tim vendosi të shikonte brenda ndërsa thërriste emrin e gruas. Asnjë përgjigje. Por sa po sytë e tij u mësuan me errësirën e kasollës, papritmas pa diçka që lëvizte nga cepi syri. Ishte gruaja që kishin kërkuar, gruaja nga etiketa, por ajo duke shumë ndryshe nga sa kishin imagjinuar Tim dhe Bob. E ndyrë, e dobët dhe e zbet, ajo shikoi burrat. Çfarë doni nga unë? Pyeti ajo. Ishte gjithashtu e qartë nga zëri i saj që gruaja e gjor kishte rënë në kohë të vështira. Gjetëm karrocën tuaj në kanal dhe po pyesni veten se si mund të ketë përfunduar atje, tha Tim në heshtje. Pa thënë një fjalë, gruaja u ngrit dhe doli jashtë duke kaluar pranë burrave. Pasi doli u kthye. Nëse vërtet doni të dini, do t'ju tregoj, por jo këtu. Me dy burrat pasaj, gruaja e gjor eci drejt kanalit. Aty u ul në një stol dhe u tha burrave të uleshin pranë saj. A jeni gati për këtë histori? Dy punojësit e drenazhit tundën kokën dhe shikuan gruan me sy të mëdhenj. Ajo mori një glëng nga kafeja që punëtorët i kishin sjellë, mbylli sytë dhe mori një frymëmarrje të thellë. Dhe pastaj historia e pabesueshme e karrocës, më në fund doli në sipërfaqe. Mbi 10 vjet më parë, grua Sofia i than se ishte shtatzan. E mbushur me guzim, ajo kishte blerë menjëherë të gjitha llojet e gjërave. Kjo ishte ajo që kishte dashur gjithmonë, një ëndër e bërë realitet. E lumtur pa mas, ajo tashmë po praktikonte nënën. Ajo shëtiste rregullisht përgjatë kanaleve me karrocën, duke imagjinuar se fëmia i saj tashmë ishte aty. Por pastaj fati goditi. Ajo pësoi një abort. Kjo ngjarje goditi fort dhe ajo kur nuk donte ta shinte karrocën e fëmijës përsëri pas kësaj dhe kishte hedhur në kanal ku nuk duhej të shihej kurrë më. Për shkak të pikëllimit që kaloi pas abortit, Sofia humbi gjithçka, punën, shtëpinë dhe miqt. Ajo u detyrua të jetonte në rrugë. Pas vitesh të kësaj ekzistence të trisht, ajo nuk e dinte ndryshe. Ajo ishte dorëzuar fatit të saj. Kjo histori e trisht i preku dy punojësit aq thellë sa vendosën të bënin diçka shumë të veçantë për gruan e gjor. Ata të dy dhuruan pagën e tyre të plot mujore për gruan për ta ndihmuar të ri më këmbej. Ata e çuan te parukerja, i blen rroba të reja dhe madje paguan qiran për një apartament të vogël në qytet. Këtu, ajo mund të jetonte me shpenzimet e tyre derisa të mund të qëndronte vetë. Mirënjohëse për këtë akt të madh pamirësie, Sofia vendosi të mos e humbte mundësinë që ishte dhënë. E pastruar, ajo aplikoi për disa vende të lira pune dhe shpejt u punësua si sekretare në një kompani lokale në qytetin ku jeton. Ky ishte një hap i parë në drejtimin e duhur, por hapi më i madh ende nuk kishte ardhur për të. Pak nga pak, ajo filloi të kujdesej për veten dhe për jetën përsëri, dhe kjo u duk. Ajo rifitoi shkëlqimin e saj natyral, edhe pse Sofia do të ishte përjetësisht mirënjohëse ndaj punojësve, kontakti u zbet disi, por ajo e dinte se mund të drejtojë atyre nëse do t'i duhej ndihmë. Muajt u kthyen në vite dhe Tim dhe Bob nuk dëgjuan asgjë më nga Sofia, derisa një ditë një letër shumë e veçantë ra në pragun e të dyve. Ishte një letër nga Sofia. Ajo i falenderoi nga thellësia e zemrës për atë që kishin bërë për vite me radhë. Ajo gjithashtu tregoi për jetën e saj, se si ishte tani. Ajo punonte për një kompani ku kishte bërë miq të mirë dhe ku kishte takuar një burr shumë të veçantë. Ishte martuar dhe, sa e pabesueshme mund të dukej, kishte pasur një fëmijë me të. Me dashuri ajo ndau fotot e familjes me dy punojësit dhe kjo nuk ishte gjithçka. Sofia ftoi burrat të vinin dhe të takonin burrin dhe djalin e saj.
Pasi ishin atje, ajo i pyeti dy burrat nëse donin të ishin kumbarët e fëmijës së saj. Tim dhe Bob u ndjen të nderuar dhe pranuan ofertën me padurim. Fëmia i Sofias tani po rritej i shëndetshëm dhe i lumtur dhe për një gjë mund të jetë absolutisht i sigurt. Ai ka kumbarën më të mirë në botë. Faleminderit që na ndoqët.